Shoqata humanitare Drita, në bashkëpunim me Qendrën Kulturore Islamike Shqiptare nga Hamburgu i Gjermanisë, kanë vazhduar aktivitetet humanitare në prag të festës së Fitër Bajramit. Me këtë rast, në Tetov e rrethin, janë shpërndar 130 pako ushqimore me moton Sofra e Fitër Bajramit. Në lagjen Potok dhe në qytetin e Tetovës, me rrethin, sot janë shpërndarë 130 pako ushqimore me moton Sofra e Fitër Bajramit, e cila organizohet nga Shoqata Humanitare Drita në bashkëpunim me Qendrën Islamike Kulturore Shqiptare nga qyteti i Hamburgut. Ky aksion humanitar organizohet afër 2 dekada me radhë. Por Shoqata Humanitare Drita, bashkë me Qendrën Kulturore Islamike Shqiptare nga Hamburgu, kanë shtruar iftare për nevojtarët në Indonezi dhe kanë shpërndar dhurata për mektebin e xhamisë Firdeus në Tetov, fal donacionit që kishte mbritur nga xhamia në qytetin Biel të Zvicrës. Si vitin e kaluar, edhe këtë vit, Shoqata Humanitare Drita, bashkë me Qendrën Kulturore Islamike Shqiptare nga Hamburgu, kanë shtruar edhe 100 iftare për nevojtarët në Indonezi. Gjithashtu falenderojmë kryetarin e xhamisë dhe këshillin në Biel të Zvicrës, të cilat na mundësuan që të shpërndajmë 60 pako dhurata e Bajramit në mektebin e xhamisë Firdeus në Tetov. Kujtojmë se Shoqata Drita, bashkë me Qendrën Kulturore Islamike Shqiptare nga Hamburgu, në fillim të Ramazanit bëri shpërndarjen e 170 pakove ushqimore dhe produkte të mishit, prej të cileve 100 pako u shpërndan në Tetov kurse 70 në malsitë të Tetovës.